vendin ku ndërtu tempulli i Jerusalemit, tempulli i Solomonit, sipas një tradite judaike, në atë vend jetonin 2 vëllezër. Njëri ishte martuar dhe kishte fëmijë, tjetri ishte pa martuar dhe s'kishte. 2 vëllezër që kishin dashuri të madhe për njëri tjetrin. Dhe kur mbaronte korrja, ky që s'kishte fëmijë thonte, do marr një thes, thotë, t'ia çoj vllajt, sepse unë jam vetëm. Vllai ka dhe fëmijë. Dhe merrte natën një thes dhe ja çonte te hambari i tij. Ky vllai që ishte martuar mendonte, vllai im është vetëm. Unë kam dhe fëmijë që do kujdesen për mua. Do marr një thes t'ia çoj. Dhe merrte thesin e çonte. Në mëngjes ishin thesat njësoj. Dhe një natë u takuan ballë për ballë. Në thesën krah. Dhe legjenda judaike thotë që u dëgjua një zë nga qielli e tha: "Ky është një vend i shenjtë, sepse është bekuar nga dashuria vëllazërore." Dhe në atë vend është ndërtuar tempulli. Mbasi mbaroi këtë, unë shtoj diçka. Them, edhe këta 2 vëllezër janë sot. Po mendojnë ndryshe. Ai thotë, "Çdo ai thotë, ai vetëm është shkoj t'ia vjedh një thes." Ky tjetri thotë, "Çdo ai ka dhe këto të tjerë të fëmijë, shkoj t'i vjedh një thes." E do takojnë të dy me thesin e vjedhur. E çfarë zëri do dëgjohet nga lart? Do dëgjohet që është një vend i mallkuar, do thotë. Se është mallkuar nga lakmia vëllazërore.